Moti i keq ka përfshirë gjatë orëve të fundit vendin tonë duke sjellë probleme në lundrimin e mjeteve në det. Drejtoria e përgjithshme detare se si pasojë e kushteve meteorologjike në Adriatikun Jugor janë pezulluar lundrimet drejt Varit dhe Brindizit dhe Anasjelltas. Po ashtu nuk do të lejohet dalja në det as pranijet e vogla të peshkimit. Sipas drejtorisë së përgjithshme detare, tragetet e linjës Durrës-Bari dhe Anasjelltas kanë pezulluar lundrimet në nisje. Tragetja fëmia i linjës Ancona-Durrës-Ancona vërrin në orar dhe niset sipas grafikut. Lundrimet në linjën Durrës-Bari-Durrës do të rifillojnë sipas grafikut në datën 15/3/2025. Ndërkohë trageti i linjës Vlorë-Brindisi-Vlorë do të fillojë operimin normalisht ditën e diel në datën 16/3/2025. Tragetet e linjës Sarand-Korfuz-Sarand do të operojnë normalisht. Drejtoria e përgjithshme detare informon se është ndaluar edhe lundrimi për mjetet e vogla dhe anijet e peshkimit në të gjitha portet. Përmirësimi i situatës meteorologjike në vendin tonë pritet që të ndodhë gjatë ditës së diel.